Të ndalemi tek dosja Epstein, publikimi i milionave dokumenteve nga kjo dosje ka rikthyer në vëmendje lidhjen e tij me figura të larta politike dhe mbretërore. Sa seriozisht duhet parë i gjithë ky shkëmbim emailësh si një provë e një modeli sistematik kompromitimit të elitave? Po, tani kjo është çështje e komplikuar. Dhe publiku shqiptar tani fillon të informohet për këtë rast, ta quajmë me peshë ndërkombëtare. Për mua është video e tretë çka e bëj me televizorin tuaj. Pra kur kom biseduar unë për çështjen Epstein, publiku shqiptar as që ka qenë informuar se çka do të thotë ajo. Po tani ja që janë të bombarduar me lajme për këtë rast. Dhe për mendimin tim, për shkak se bëhet fjalë për miliona faqe dokumente, ende është herët që ta japim një konkluzion se çka në të vërtet përmend ata materiale, dhe dalin ekspertë të ndryshme dhe thuajnë jam bram, i shtirtova ata dokumente dhe erdha në këtë konkluzion. Pra unë mirem me vitet me këtë çështje dhe ende nuk kam ardhur në një konkluzion të qartë, për shkak se është e pamundur që miliona faqe dokumente për një kohë të shkurtër që të lexohen, apo ka edhe më mira video apo fotografi, të paktën 180.000 fotografi janë publikuar dhe dikun 2.000 video, dhe paramendoni se sa shumë kohë do të mirte që dikush të merret me këtë çështje, përveç asaj që flitet për 3 milion faqe dokumente. Mirpo ne duhet ta kuptojmë bazën e këtij problemi. Nga rrjedh, ju e përmendët se bëhet fjalë edhe për spionazhin apo inteligjencën ruse. Tani jemi në një situatë që në anglisht i thuajnë damage control, pra qeveria amerikane përpiqet që ta kontrolloj narrativin e këtij skandali dhe kuptohet që televizionet pro-qeveritare apo pro-perëndimore përpiqen që fajin t'ja hedhin Rusisë apo që ta përqendrojnë publikun në përgjithësi se çka është thelbi i këtij problemi. Thelbi i këtij problemi është inteligjenca izraelite dhe jo ruse, për shkak se Epstein është një çifut i cili ka lidhje të ngushta me Mossadin, pra agjencinë e sigurisë sekrete të Izraelit, dhe i cili i ka kërcënuar të gjithë politikanët pasi u ka bërë inqizime me minore, duke pasur marrëdhënie seksuale, dhe i ka akuzuar atë që nëse nuk veproni kështu, do të publikohen këta inqizime. Së fundmi, neve shqiptarëve çka na intereson kjo çështje, kuptohet që na intereson, për shkak se kemi tani informata që edhe përfaqësuesi i Unionit Evropian për dialogun Serbi dhe Kosovë kishte qenë i përfshirë në dosjen e tij dhe kuptohet dhe ai ka pasur inqizime me vajza minore dhe që është kontrolluar nga dikush tjetër. Pra, kuptohet që edhe shqiptarët duhet të interesojnë për këtë skandal të madh. Ndërkaq, zoti Dauti, a mjafton e gjithë kjo pra për të dyshuar në lidhje direkte mes Epstein dhe shtetit rus? Tani, këta dosje që kanë hapur, sipas Ministrisë së Drejtësisë, do të publikohen edhe 3 milion faqe të tjera, mira video të tjera, qindra mira fotografi të tjera, dhe nuk ka përfunduar këtu publikimi i këtyre dosjeve. Tani nëse hyhet në këta 3 milion faqe dhe kërkohet emri Trump, del dikun mbi 5.000 herë është përdorur emri Trumpit në këta dokumente. Mirpo askush nuk pyet pse nuk ekziston emri presidentit apo kryeministrit të Izraelit Netanyahu. Pra askush nuk flet sepse nuk ekziston emri i tij. Kuptohet që këta janë të gjithë të publikime të cenzuruara dhe ka pasur kohë Ministria e Drejtësisë, të paktën 3 muajt e fundit, për shkak se ligji u soll para 3 muajve nga Kongresi Amerikan që të publikohen këta faqe. Po Ministria e Drejtësisë punsoi qindra avokat dhe njerëz që e njohin këtë fushë me qëllim që t'i cenzurojnë ata që do ta dëmtonin presidentën e Trump
që do të dëmtonin shtetin e thellë amerikan dhe kuptohet marrëdhëniet e Izraelit dhe Amerikës dhe ndikimin Izraelit në politikën amerikane dhe kuptohet që mundohen t'i japin qasje të tjetër. Tani unë mbas asaj çka i ndjeki mediat ndërkombëtare, pra ky lajm u publikua ditën e premte, sot jemi e martë, ndoshta, po besoj e martë, dhe ata kuptohet të shtunën të diellën bëjnë një heshtje dhe të hënën fillojnë me lajme të tjera, sikur ky lajm i Epstein është lajm i vjetër, pra ende janë duke punuar për ta kontrolluar narrativin dhe në mediat kryesore siç është Fox News, e cila e ka shiqyeshmërinë në bazën republikane të votuesve republikan. Kjo çështje as që diskutohet, po ashtu dhe ata podcaste që kanë një publik konservator nuk e diskutojnë këtë çështje, përpiqen që ta kalojnë në heshtje apo të flasin për çështje as pak të rëndësishme, sikur edhe pyetjet e juaja që më parashtroni për lidhjet me inteligjencën ruse, pra kjo është kontrolli narrativit dhe të mos përqendrohemi në narrativën e vërtet, që është ndikimi influencës izraelite në politikën amerikane. E qartë, mirë. Ndërkaq, rikthehemi tek Irani, zoti Dauti. Zyrtarët e lartë të Shtetet të Bashkuara dhe Iranit pritet të zhvillojnë bisedime mbi një marrëveshje të mundshme bërthamore në një kohë kur tashmë e dim se tensionet mes dy vendeve janë rritur ndjeshëm. Por paralelisht me njoftimin për takimin diplomatik, shefi ushtarak i Iranit paralajmëroi se asnjë amerikan nuk do të ishte i sigurt nëse SBA do të ndërmerrnin sulme ushtarake kundër Iranit, dhe kjo sipas raporteve mediatike. Në sfondin e një përplasje të gjatë SBA Iran, zoti Dauti, ku çdo raund bisedimesh ka dështuar ose është pezulluar, tashmë vjen dhe takimi i ri pra në një moment kritik. Mendoni se po shohim një tentativë për të ringjallur ndoshta diplomacinë apo një proces të destinuar të shërbejë edhe si një alibi politike? Po tani përgjigjja e generalit Iran është një reciprocitet. Pra nëse SBA e sulmon Iranin, asnjë iranian nuk do të jetë i sigurt, për shkak se do të jetë e sulmuar. Kjo po ashtu do të nënkuptonte që përderisa sulmohesh duhet të mbrohesh dhe po ashtu të kundërsulmosh. Në këtë kontekst duhet të kuptohet edhe fjalia e tij, pra është gjë normale dhe është detyrë e generalit iranian që ta mbrojë popullin iranian dhe ta sulmojë ata që e sulmojnë. Në këtë rast mund të jetë ushtria amerikane. Pra nuk është se rreziku për një luftë mes Iranit dhe SBA-s dhe Izraelit ka përfunduar, mirë po kemi shenja se kanë filluar bisedimet të paktën indirekte dhe mbas mediave zyrtare të Turqisë flitet se në Stamboll brenda disa ditëve do të takohet ministri i punëve të jashtme i Iranit me përfaqësuesin special të Trumpit, Shifutin Vitkov, dhe do t'i diskutojnë çështjet, mund ta zgjedhin në mënyrë diplomatike. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë rrezik, për shkak se nuk është herë e parë që ata bisedojnë indirekt apo direkt, mirë po përsëri është çështja kush është më i fuqishëm. Unë besoj që Irani është shumë më i fuqishëm në këtë rast se SBA-ja, dhe në një sulm të mundshëm të atyre çka e quajnë anijet e bukura të Amerikës që janë në bregun e Iranit, besoj që brenda një kohë të shkurtër të gjitha ata anije do të zhyten në ujë dhe do të ketë mira të vrarë ushtar amerikan, po të shpresojmë që ato do të zgjedhin në mënyrë paqësore dhe diplomatike mosmarrëveshjet e tyre. E qartë, por zoti Dauti, për zgjedhja e Stambollit si vend takim vjen një kohë kur tashmë Turqia po kërkon një rol më aktiv rajonal pra si një ndërmjetës mes fuqive të mëdha. Sa peshë reale diplomatike ka Ankaraja në këtë proces dhe a mund të ndikojë ajo në të gjithë rezultatin e bisedimeve që do të zhvillohen? Po diplomacia turke, sidomos në këta 20 vitet e fundit, gjithmonë i ka ndetur besnik parimit që ta mbrojë fqiun e tij Iranit në çështjen e bisedimeve nukleare. Mua më kujtohet që ndoshta para 15 viteve një herë arritën në Brazil në mes presidentit Lula i atëhershëm i Brazilit, Iranit dhe Turqisë që të kufizojnë pasurimin e uraniumit
dhe kjo ishte një arritje në atë kohë, mirë po atëherë SBA e refuzoi dhe pas asaj kemi pas para 10 viteve, ndoshta apo më shumë në kohën e Obamas, kishim një marrëveshje në mes Iranit dhe SBA-s, po që po ashtu këtë marrëveshje pranoi edhe Kina edhe Rusia, dhe cila marrëveshje si traktat ndërkombëtar kaloi edhe në OKB në Këshillin e Sigurimit. Mirë po me ardhjen e presidentit Trump gjatë mandatit të parë, ajo shfrytëzoi atë marrëveshje dhe hyn përsëri në një krizë për çështjen nukleare të Iranit. Dhe si përfundim ne e dim që para disa muajve, 6 muaj ndoshta ka, filloi edhe lufta Izrael dhe Iran, dhe që Irani u detyrua që të kërkojë armëpushim, për shkak se ishte një situatë rrezikshme për ekzistimin e shtetit të Izraelit. Kuptohet që ka shumë kritika për qeverinë e Iranit, sepse ndërpren atë luftë, mirë po ja që kjo ndodhi, dhe nëse përsëri plasën lufta, besoj që ushtria e Iranit përfundimisht do ta dëmtoj aq shumë Izraelin, sa që mund të bisedohet se nuk do të ketë Izrael në lindjen e mesme. Dhe prandaj amerikanët seriozisht përpiqen që të gjejnë një zgjidhje, për shkak se gati se janë të bindur se është në pikë pyetje ekzistenca e Izraelit në lindjen e mesme, dhe kuptohet që do t'i pranojnë të gjithë kushtet e Iranit, që të heqin sanksionet ekonomike të Iranit. Pra bëhet fjalë për një kapitulim të diplomacisë amerikane dhe fuqisë ushtarake të Izraelit, se përndryshe nëse i kishin fuqinë ushtarake, shumë moti do ta kishin sulmuar dhe shkatruar Iranin. Përpjekja e fundit që nëpërmjet protestave dhe infiltrimit të terroristëve të Mossadit në Iran dështoi, dhe lufta nëpërmjet aeroplanëve po ashtu dështoi edhe kërcënimi me luftanijet amerikane, dhe tani janë të detyruar që të kapitulojnë para kërkesave të Iranit për zgjidhjen e kësaj çështje. E qartë, zoti Daudi nga ana tjetër, një përplasje direkt të SBA Iran do të kishte sigurisht një efekt zinxhir në të gjithë rajonin, përfshirë këtu Izraelin, Gjirin Persik dhe rrugët energjetike. Cilat do të ishin pikat më të rrezikshme ku konflikti mund të shpërthente ndoshta edhe pa një paralajmërim? Po tani me doktrinën e re të Iranit, ata mund të sulmojnë edhe nëse ndihen të kërcënuar. Kjo nuk ishte më herët. Ky vendim u soll nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Iranit. Pra ata nëse mendojnë se janë në një pikë ku mund të sulmohen nga Izraeli, ata mund të sulmojnë të parat iranianët. Po jo vetëm iranianët, po mund të sulmojnë edhe bazat ushtarake në Gjirin Persik të Amerikës, që janë në Katar, në Emirate, në Kuvajt, në Arabinë Saudite, në Jordan, në Siri, në Irak. Pra gjithkund ata ku besojnë që mund të vjenë në një sulm, ata mund t'i sulmojnë, apo nëse fillojnë lufta, kuptohet që ata do të sulmohen dhe besojnë që do të shkatrohen përfundimisht bazat ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Ndërkaq, zoti Daudi, në historinë e negociatave bërthamore me Iranin, marrëveshjet kanë qenë sigurisht gjithmonë të brishta dhe të përkohshme. Ekziston sot një formë që garanton një stabilitet afatgjatë, apo çdo marrëveshje është ndoshta thjesht një pauzë e radhës? Besoj që bëhet një pauzë e radhës derisa të vetëdijsohet Izraeli dhe Amerika, që nuk jetojnë në një botë unipolare. Nuk mund të i diktojnë ata shteteve të tjera se si të sillen dhe ku i kanë interesat e tyre kombëtare. Ende nuk kemi arritur në atë pikë, edhe për arsyeën që politika amerikane ende është në ndikimin e lobit Izraelit, dhe hapja e dosjeve të Epsteinit i konfirmon të gjithë ata që mua më quajnë si konspiracionist, pra merrem me teori konspiracioni. Pra nuk mund të merret me teori konspiracioni një i cili është doktor i shkencës për marrëdhëniet ndërkombëtare, i diplomuar në universitetet më prestigjioze të botës. Pra ende